Edhe kështu në kuadër të mesditës jemi bashkë me Fest 3 dashur, me festivali këngës në RTK, që do të startojë, kemi thënë sa herë, me datat 6, 7 edhe 8 nëntor, po sot e kemi emision në parë dedikuar festivalit me gjithë pjesëmarrësit këngëtarët që do të marrin pjesë në festival, Miki. Dhe jo vetëm këngëtarët që janë pjesë edicionit të tretë të festivalit të këngës në RTK, por sigurisht edhe ekspert muzike, muzikolog, kompozitor djor, për të parë prurit të reja që ka edicioni i tretë i këtij festivali, për të analizuar sigurisht edicionin e dytë dhe edicionin e parë, dhe ku jemi me këto trendet më të re të muzikës, a janë adekuate për një festival siç është festivali i këngës në RTK? Po. Me neve në studio ne kemi një të ftuar tjetër, është këngëtari Almir Kroba. Almir, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Si e sot? Mirë, shumë mirë. Pak emocion, besoj se pak emocione. do t'i kesh provat më vonë. Po, do startojmë. Shikom, ne do të largojmë këto emocionet. Do të largojmë me këto emocionet këtu live tek mesdita në RTK, kur do shkojnë në prova, ky do të jetë kështu tamam. I liruar tamam. Okej. Dëgjohet mirë? Apo? Okay. Kam përshtypjen që zëri pak. Unë si tip vezves që jam. A i tha vetës këto desë tash që po ofrohet festivali, provat e krejt këto këgjash përgjithësi. A i tha vetës çka mu desh ju futa festivalit. Komeno edhe të fisë. Jo. Mos e mendo po të ngacmojën. Ja kemi filluar duhet me kry. Me kismet. E di që është këgja përgjithësi e emocione, një farë dritërime kur del kështu në skem, po largohet ajo. Po sa mirë që festivalit, siç është festivali i këngës në RTK, ofron hapësirë edhe për talent dhe këngëtarë të rinj, sepse këta gjithmonë e kanë thënë edhe të tjerë përpara, por edhe Almiri, sigurisht që festivalet janë ato që ne na hapim në rrugën për të ndërtuar një karrierë si duhet, muzikë. E ndezin karrierën, po. Po ti pjesëmarrë edhe në këtë festival, si u bë që ti të jesh pjesë e këtij festivali, kush të ndihmoi në realizimin e këngës që është përzgjedhur nga një juri goxha profesional, për që në pjesë në mesin e 20 këngëtarëve? Është ideja jam, ja. Punoj që shumë kohë me muzikë, por ide spontane, po diçka e bukur ka dalë. Sa mirë. Sa dedikim, se më kanë pyetur është në dedikim në diçka. Se ka titullin kënga? Nuk ka si ti. Nuk ka si ti. S'qen ka dedikim thu? Jo, so. E tekstin kush e bëri? Me këtë tekstin nuk ka si ti, me këtë titull edhe nuk ka dedikim për lërë tani se tekstin e kam punuar unë. Shiko, radio dhe televizion janë për të bërë publike ca gjëra. Nuk ka gjithmonë jo në zona të sheftë, të artistit që si ka. Nëse herën tjetër kur të vjen do i zbuloj disa gjëra. Po çse në festival të këngës kështu. Do të thon tekstin e ke bërë vet, muzikën? Muzika është e bleme kështu online, po është diçka original, nuk ka të bëj. Po, si po ndihesh ti brenda kësaj kënge? Shumë bukur. Ka me emocione, besoj që ka me dal interpretimi shumë mirë. Kush të shtyu për me marrë pjesë në festival? Rastisht ka ndodhur, por rastësia është mbreti i botës. Po. Sa mirë që u selektove për jurisë me qenë edhe të pjesë e festivalit. Faleminderit. Edhe ju jeni staf i mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Pas pak do të kesh provat. Aty kemë pa vetën. Aty do jetë final. Almir, shiko sa fjalë pak është ky Almiri, hamërt. Edhe unë jam do të flet këngën. Jo, Nora do të thoshte po ti, edhe ky është vendasi yt, aty vetëm drim në ndanë me zonën tuaj, apo jo? Fiks. Ne vetë as e thot po si ju ndal goja këtij Nikit e po Almiri ka që fjalë pak që është, Almir, ma herët nuk të ka ra me interpretu me një orkestër të tillë, si që kemi ne. Jo, sidomos live është diçka mrekullueshme. A ke studiu muzikën? Po. Sa mirë, s'ke probleme në ja, se kom problem. Po. Mirë, një ori ti ke, djeti ke kur del në skenë, se ke problem. E përmendi Nora orkestrën live. Ekzekutimi është në gjitha elementet live, siç e tha dhe Bledi më parë. Po ju e kishit këtë eksperiencë paraprakisht me orkestra, jo kaq në numër siç është, siç do të jetë ajo e festivalit të këngës, po ndonjë ngjarje këto që keni performuar live, thjesht me instrumentin edhe me të gjitha. Më ka ndodhur në Shqipëri, e kam pas një performim, po kështu të shkollës kena pas organizim, të shkollës. Po supon diçka e madhe, kështu të me auto. A mendoni që është sfidë për juve tani, Pak është, po. Pak është, po. Se ka kalon. Se pas ka problem. Ja, e kalon. Ka që vogël, guximtar, fjalë pak dhe pa i llogaritur edhe sfidat. Orkestrës kaq e madhe që do të jetë orkestra në skenën edicionit të tretë të festivalit. Përgjithësi shumë e madhe, sepse janë ekspert muzikës. Dikush kitarës, dikush klavirit, dikush violinës, instrumente nga më të ndryshme dhe ekzekutimi i tyre live, prandaj.
Do të jetë diçka e bukur, shpresoj. Do e kalim shumë. Qa po më bën kurioz me pa interpretimin tënd. Bashkë. Almir, ka disa vite që ti merresh me muzikën, dhe pse je shumë i ri në moshë, i ke veç 26 vjeç. Ja kam filluar shumë i ri, po si jam nalë, kom ditë që kom arrit diçka, tash më dogo të ardh vakti. Po. Se festivali ka këmbën e hajrit, Po, thonë. fiks që. Çelet na Ti ide. shpresat që me vazhdu mas, se e kom nalë njëra, dëm pak. Po Është festivali i parë që merr pjesë ti dhe sa është i rëndësishme për ty si një këngëtar i ri këtë moshë që ke për qenë pjesë në edicioni kaq të rëndësishëm të festivalit të këngës siç është festivali në RTK. Është shumë i rëndësishëm dhe shpresoj që kam më dhënë një shtymje të madhe për të ardhmen, Në karrierën tuaj, ha. Sa më njoft. E shihni si dritare, dritare, fiks. kur do të filloni ju karrierën Diçka magjike. Magjike, madhështore, ha. Besoj që po, se kontakte me kolegë të tjerë që i ke aty, këngëtar të tjerë, gjitha ata instrumentista. Dalja në skenë atë do jetë. Dalja në skenë, publikun që do ta Not kesh magjike, për komplet. po. Te e din që skena është magjike. Po. Ke pas evente kështu të organizuara të vogla që ne i kemi nëpër Kosovë me muzikë live e kështu. Jo, nuk kom pas, po kom pas vesh, kom bë muzikë, kupton, nuk kom dal. S'm ka rënë me dal kështu në festival ose diçka në emision. Është era Cilin pa. për instrumenteve ke më për zemër ti, ha? Si brezëri. Kitarës ose kujt dihet, violinës ose Sigur piano, çfarë për tjetër, qenë. Sigur piano. Piano. Ja, Ka nota më të lehta më nuk. Piano më e butë më. më e butë Më me mirë gjithse. për njeriu. Është më e butë, po i do një uri dhe piano. Po, i don. ha? I don po dyqysh shkon si Neve na ma. do këtë lehtë takt. A ju i duket? Po shfjalë për piano, jo për këto sinta që Jo, ata. bëj se ka. Po mirë, sa mirë ti që e ke studiu muzikën, do të thënë notat e gjitha këto i din, Po. në skenë, si që tha ma herët, s'ke me pas problem. Pse gjatë këtyre viteve të punës, të muzikës tënde në studio që ke najtë ma shumë, që ke hulumtu që ka me gjetë, ku të flenë shpirti ty, pse se bërët të pak të një bashkëpunim me dikë? Me të thonë drejtën. A e prit e festivalin ti? E kom prit festivalin, e kom ditë që ka. E kom parashikuar. Shiko, Mirë. këto jurit janë shumë profesionale që përzgjedhin këngët për qenë pjesë e festivaleve. Juve e thoni këto me shaka që kam pritur, po sigurisht që një këngëtar dhe një talent i ri në muzikë gjithmonë synon ato madhështorën, këtë magjikën, siç e thotë edhe Elmiri, këtë festivalin, këtë rast festivalin e këngës në RTK për dalë sa më shumë në pa, edhe të tjerët për ta vlerësuar, sepse jo vetëm përzgjedhja që është bërë këngës tonë për qenë pjesë mesin e 20 këngëtarëve brenda festivalit, por në ndërkohë kënga ju do të vlerësohet dhe do të gjykohet nga një tjetër juri personale që është pjesë e festivalit. Prandaj, Po. bravo, forca. Faleminderit ha, shumë. Këtë drejtim. Almir, çka do që ndodh në festival, ato 3 netët e festivalit që janë, dije që e rëndësishme është pjesëmarrja, gjithmonë e themi. Pjesëmarrja po. Po. Pavarësisht se çka ndodh, se të ndihmon, prezantohesh, ta e pat eksperiencë, kujtimet e skenës, puna që do ta bëni sa ditë me krejt stafin e RTK-s që do të jesh aty. Ti e bën një vullnet me vazhdu Je diçka. vullnet, interesante, do të thënë përgatitë veten, çka do që ndodh është e rëndësishme pjesëmarrja. Çdo gjë ndodh për një arsye. Ashtu po. Do të ketë diçka të bukur. Sepse edhe me vetë ardhin tuaj, mysafir këtu tek ne, shkasisht e festivalit dhe pjesëmarrja jote në festival, ha? Se ku i di, ndoshta të kishim ftuar më vonë, po kaq shpejt dhe ai që ditën e parë, Almir që ditën e parë më mysafir këtu tek ne ditën në Radio Radio. Se Kemi rastisht selektu, po. Shmisjon. Almir në studio të që porrin ma shumë edhe po punon. Çka po shikon ma shumë në përbot çka është ka punohet? Për shembull si këtë instrumentalin tënë që ti e ke selektuar, ke gjetë, ke ble. Çka është ka punon bota? Çka po shikon ti, çfarë shije, çfarë prurje të instrumentaleve të muzikës? ose Ka çfarë është në plot trend? Çfarë është në trend. trend për brezët e rinj, për brezin si që ti? Ka shumë talenta, po shoh shumë muzika të ndryshme. Po vesh po shkojnë tu shtu si stili, si kështu. E pyetëm për tekstin, ti tekstin e ke shkruar vetë? Po Po, shkruaj po, tekst. po. Po, gjitha. Sa një më i lehtë për mua me shkruajt një tekst. Mos më thuaj. Një muzikë. Po. A ke shkruar poezi përpara apo jo? Poezi. Si o mundu, po mund të shkruaj. Aha. Nga kush të vjen inspirimi për shkruar një tekst për shemb me një tematik? Dhe besoj nga ushtrimi dhe talenti që kom kriju gjatë viteve, kupton. Se në fillim si çdo artist nuk kom ditë ç'është mirë, po tu shku tu për me mësu dhe kom kalu. Varet inspirohet nga ngjarje të Inspirimi, po. ndryshme, nga Nga një ndodhje e rrethanat, ditës, ndodhi, nga po. një ndodhje e dikujt. Ti veç Dhe bie, lirën veç ato merr si histori informacione ti. bashku. Tu dëgjoj histori të tjerëve. Bën Sa mirë. kombinim dhe nxjerr Po edhe du teksin. muzikën kështu
Po si kumullon shumë për kushtim dhe për stoku met pak më radh. Kush është në familje tek këtë me muzikë? A dikush? Jo. Ose në familje Gjon? Jo, unë e këna. Thjesht vesh ti e don. Unë e du Okej. më shumë. Sa mirë. Po sigurisht e ke pas mbështetjen edhe të prindërve në këtë Po, drejtim patjetër, apo jo? po. Pa. Kush po të pëlqen prej këngëtarëve tonë kohëve të fundit që po dëgjon ti më shumë? Me të thënë drejtën i përcjelli më shumë të jashtë, po ka këngëtar të mirë këtu. Kush është prej këtyre tanëve? Pyetje pak. Që unë po atë ndihmoj pakun. Gjithë ke. Yllimani. Atë pëlqen Ylli. Pëlqen po. I mirë është i mirë. Ti ndoshta ke shije tjetër. Sepse Nora ka shumë për zemër. Ja, I ka këngët ka e talent. Yllit shumë për zemër. Këngët i ka tekstet, nuk I ka filozofon tekstet, shumë jo. të prek aty ku duhet. Rock sakt. Po dhe po. Janë të rëndësishme tekstet, a? Teksti, po poezia teksti jep është shumë energji shumë muzikës. rëndësishme. Sa teksti Për fund, sa mirë që nënën e ke gjithmonë afër. shumë. Jo mirënjohës për mamin, e du shumë. Dia. Ne marrim telefon, Almir ti duhet marrë thotë jo, mamaja Mamaja, po, Sa mirë që unë jam ajo, unë ajo Po. që i rri kështu, thotë asi. Po, do ta kesh afër në çdo rrugtim tënd. Inshallah. Uroj që ky rrugtimi yt me qenë i gjatë dhe i suksesshëm. Shumë Me faleminderit. batiza s'ke çfarë vën, po. Ka pengesa Do të ketë. Shiko, ishe fjalë pak në këtë intervistë që zhvilluam unë dhe Nora me ty, këtu tek Herën mesdita në tjetër. RTB. Herën Herën tjetër, tjetër. vaj Ne hall, do të ma dëgjojmë. fuqishëm, por jo kaq fjalë pak kur del në skenë. Jo. Jo në vesh, ha? Po, do- Sepse unë dua që ti tregosh maksimumin, pavarësisht se kur do të jesh në natën e parë apo të dytë, sepse nata e parë do të përpromojnë krejt këngëtarët, më pastaj nata e dytë është më tepër mysafir, po gjithë natën e parë dikur seleksionohen për natën e tretë, ato më të mirët, a? Jo të gjithë shkoni ju. Ja, Kështu që e pra, kush ka fat? kush ka fat, Vazhdo. edhe kush i interpreton më mirë dhe kush e Po. ka këngën më të mirë, se siç e tham, ka një juri shumë profesionale e cila do të përzgjedh këngët që do të shkojnë në pjesën finale dhe po ashtu ajo juri profesionale do të zgjedhë këngën që do të jetë fituese Po. edicionit të Fest 3. Kështu që Almir, skena është magjike. Kur del në skenë që ata 3 sekondat e parë të përpin dyqysh, po mandej ti zotron skenën. Më ndel. Kështu që do të kujtohem në fund të performancës. Shumë suksese. Shumë faleminderit për te dhe për te. Faleminderit që ishe. Ishte Almir Kroba, një këngëtar i ri por premtues. Sa mirë që pavarësisht pjesëmarrjes të paktë ose hiç thuaje në për festivale, në për evente me muzikë live, kështu ma tepër këto vite ka qëndruar në studio duke hulumtu shihen e tij muzikore, muzikën çka shka punohet, çka po pëlqet, trendin e përbot. Sa mirë që mori vendim me ardh në festivalin e këngës, edhe sa mirë që kënga e tij u vlerësu prej jurisë dhe është selektuar me qenë pjesë E pareguximi për të garuar, konkuruar në mesin e shumë prurje dhe kërkesave të këngëtarëve për qenë pjesë edicionit të tretë të festivalit dhe ndërkohë sa mirë që një juri profesionale ka zgjedhur këngën tënde që të jetë pjesë e këtij edicioni. Faleminderit. Kështu që shumë suksese. Suksese. Ishte Almir Kroba me neve një këngëtar i ri. Ne kemi hapësirë kohore me dëgjoj edhe pak muzikë, pastaj do të kemi lajmet Blis orës 13. Por pas lajmeve Blis orës 13 Niki, do ta kemi bashkë një lojë shpërblyese. Dëgjuesit që kanë dëshirë me ardhë në festival, me rezervu ulsën e tyre, ose një farë forme ne me ju bën një ftesë atyre. U bëjmë ftesë ne. Po. Kemi ftesa. Po, Do të kemi ftesa për ata të cilët japin përgjigjet e sakta në lojën shpërblyese, do ta kemi pas orës 13. Dhe sot do pyetet- ta kemi një fitues, një shpërblim, domethënë një ftesë, po Jo. dhe ty dyti që mund të marrë. Shiko, ftesat janë për dy persona, Po, për dy për dy. personat. Ai që e përgjigjet e saktë, sigurisht që shkon me nanën, shkon me motrën, shkon me dashën, shkon me nusën, me gruan e Me këto. këdo. Me këdo në njërin prej trenetëve të festivalit, por që u kujtojmë neve që kujdes se pyetjet janë të vështira. Mos thoni që okay, se unë do të telefonoj i pari, do të shkruaj mesazh i pari dhe thjesht do ta fitoj. Daleni një herë sepse pyetjet janë të vështira. shohem. Do të hulumtoni. Nora din, po është konfidenciale në këtë drejtim. Vetëm pas pak. Okay.